të Haradinit. Kenan, mendon njësoj se do t'jetë e vështirë edhe në opozit, edhe në partin e pushtetit që gjendet për kraja për Haradinaj? Si që kemi thonë disa herë, këtu shpesher pozicioni politik e ka krijuar narrativën që ka bërë vetëvendosje. Domthonë, ju e dini shumë mirë edhe viteve edhe periudhat ndryshme që kanë gjetë unitet, e mirë besem, e mirë kuptim subjektit politike dhe kanë themelu institucionet. Ju e dini shpesh herë, edhe ndoshta edhe mendimin e përfaqësuesve ndërkombëtar, po veni ka kaluar me një periudhë pas 6 muaj apo 9 muaj se ka qenë më gjatë, por në periudha të tilla nuk ka pas në historinë e Kosovës. Por që është shumë e rëndësishme që narrativën e tillë e kanë nxjerrë një parti subjekti politike që ka qenë shpeshherë kritikues për veprimet e tilla, e që në fakt vetë kjo parti e ka realizuar ata gjendë me të cilën nuk e ka prit askush. Çka i bie? Tash secili subjekt politik kanë bën qëndrimet e tyre dhe bën pozicione. Nuk ka moral politik në Kosovë, çta duhet me kuptu. Nuk ka moral politik në Kosovë që ka pikpamje me thonë nuk pëbojmë për shkak kemi pas këtë qëndrim. Sepse secili subjekt politik ndonjëherë ka kontribuar në veçantë, e sidomos disa prej partive politike që kanë ulë egon e tyre dhe kanë hyrë për interesat të shtetit. Por në këtë rast me lëvizjen vendose, subjekti politik janë duke marrë qëndrime të veçanta, e që veçanti duke marrë të pikpamje të tyre politike dhe nuk janë duke krijuar hapësirë për ata që mund të kishin pasu ose mund të kishin pas rezultate pozitive e negative. Që i bie, që nëse një subjekt politik në të kaluarën si fituese pushteti, ju e dini shumë mirë që Partia Demokratike niku akërësi ka pason shumë ministri për shkak që me orë në pushtet. Po, ndonë se ka pasur shumë pak deputet. Deputet. Domthon, tash lëvizja vendosur në këtë praktik nuk ka vepruar asnjëherë deri më tash. Që i bie, që secili subjekt politik është duke krijuar pozicionin e vet dhe duke luajtur rolin e vet, pavarësisht sa përqindjen e ka. Tash, Kosova është duke pasu dome, po. A mund të futemi me një grevë, me një krizë të madhe në Kosovë? Shumë letë mund të futemi në një periudhë që ju besheni që edhe Shqipëria, edhe vendet të ndryshme, ka ngalu sfida të ndryshme, në veçanti, Kosova është duke hyrë në kriza të thella, edhe pse është në krizë të ndryshme ekonomike e mos foli institucionale. Njësra mundet me kalu në pozicion të tjetër, që Kosova mund të mbahet mend për krizat dhe problematika që mund t'ju shfaqet. Për shkak që leadershipi politik e institucional nuk ja ka kuptuar një rol të tillë, apo janë duke vepru për me pru Kosovën në një formë të tillë. Kështu që është shumë e rëndësishme të thuhet edhe theksohet që Kosovës nuk ju dihet se si mund të përfundoj ky proces. Nëse ndonjë subjekt politik, këtë rast opozitor, nuk shlyen petë që thujme ne, edhe nuk mund të krijojë një krizë. Por nëse kanë pikpamje të tilla për me bërë qëndrime, Kosova mund të ketë një krizë shumë më të thellë e më të rëndë se sa që ka pasë me vitet të tëra, domthonë pas luftës, e deri në këtë kohë kur dimi që Kosova ka përgjegjësi institucionale, ju e shihni shumë mirë që vendi nuk është duke u zhvilluar ekonomikisht mirë. Nuk mendon se në rast se proklamohen pra këto krizat njëra pas tjetrës, edhe faktori ndërkombëtar nuk do të jetë më i përfshirë, sepse ka pasur kërkesa të kopaskoshme, megjithatë është lënë në duart e partive politike dhe sesoj por rrezikohet e kanë fjalën në pas dhe ju besoj si të gjithë ne që përcjellim jetën publike edhe jetën politike, vremi mesazhet e veçanta që jepën nga ish diplomat e nga diplomat të ndryshme për situatë me të cilën ka Kosova. Ju e keni vrejtur e këto det flitet për gazën amerikan. Është shndruar në një teori, mos flasmi në një diskutim familjar. Domthonë, shumë njerëz nuk e dinë çka është një thirrje. Domthonë, për çdo det kemi zëra për themelimin e institucionit që vijnë nga zyrtarët diplomatik të akredituar në vend, edhe nga përfaqësuesit të ndryshëm të BE-s edhe të shteteve më të fuqishme. Që i bie që Kosova është duke marrë mesazhet, po pse nuk janë ka reagojnë institucionet ndërkombëtare siç kanë reaguar me PDK-n e LDK-n, është një pikpyetje e madhe, është një dilemë e madhe. Çka pas kësaj? Unë mendoj, edhe konsideroj këtë me bindje të thellë, që vendi është duke hyrë në kriza të rënda, që besoj që mund të ketë shumë lehtë të del nga binarët e të saj,
për shkak që edhe influenca e shteteve armike, ose kundërshtore, mund të ndikojnë në destabilizimin e vendit tonë, për shkak që praktika tregojnë edhe në vendet e zonat të ndryshme, si në Maqedoni që ka qenë, si në Shqipëri, në Serbi, mund të kalojnë deri në krijimin e krizave të ndryshme në Kosovë, që më së lehti, më së miri Kosova mund t'i pranoj çdo informatë, çdo propagandë që mund të vjen, edhe në fakt unë i kam falenderuar gjithherë, sidomos organizatat dolur nga lufta, për shkak që ka mojë stabilitetin dhe qetësinë. Po të ishin të zëshëm edhe më agresiv, Kosova mund të krijojë kriza jashtëzakonisht të mëdha, që mund të vijë deri te gjëra më të rënda që mund të ballafaqojë Kosova. Profesor, deshe të shtosh diçka?